Përshëndetje miq, jemi në puntatën e dytë tashmë të emisionit Pena e Shkodrës dhe kam nderin të kem në studio një djalë i cili është artist në shpirt dhe kudo. Por ajo që më spikati dhe dëshira që ishte ta sillja në studio ishte debutimi i tij në shfaqjet e fundit në teatrin Mixheni, Gentian Demolli. Faleminderit. Genti apo Gentian? Unë Gentian e kam, por Genti... Jemi su me thirr Genti. Unë me Genti po vazhdoj. Pa problem. Jeni mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia jeme është e disa fish, sepse e di që do të flasim për disa anë të tuaja të profesionit, por ajo që më ka lënë me fjalë mbresa më shumë ishte debutimi jot në shfaqjen e fundit të teatrit Mixheni. E pashi ishte i zhanrit të komedisë, kishte një përputhje të jashtëzakonshme me rolin. Dhe kishte mbresa edhe në publik. Ishte diçka që la impakt në publik debutimi jot. Do të kisha shumë dëshirë me thënë pjesë e teatrit Mixheni. Mbasi jashtë muroj që kjo të jetë një thirrje disi se shiko se kemi artist plot në Shkodër, nuk kemi nevojë të tërhiqemi nga vendet e tjera. Shumë faleminderit. Po, aktualisht nuk jam aktor i teatrit, jam jashtëm dhe mund të angazhohem vetëm në projekte që më bëhet ftesa, si prej regjisorëve, si prej organizatorëve të shfaqjeve të ndryshme. Po, keni është e pas vërtet. bashkëpunime më përpara në shfaqjet e Po, tjera? në fakt për mua nuk është shfaqja e parë që jep në teatr. Është shfaqja e tretë, sepse edhe dy shfaqjet e para unë i kam pas komedi. Kam kanë pjesë e shoqatës kulturore teatrore e Zefjubani. Ja kuptoj. Dhe normalisht me shoqatën e kena organizuar dy shfaqje komedi. Njëna ka kanë komedi, tjetra ka kanë varieté. Domethënë ka pas humor, ka pas disa situata, ka pas këngë, domethënë ka kanë përzime. Kurse realisht për këtë shfaqje është hera parë për mua që marr pjesë në një shfaqje me impakt kaq të madh, sepse ato më përpara kanë qenë disi më të vogla, më intime, me një numër të kufizuar njerëzish, edhe netësh. Ishte hera e parë në teatrin Mixheni apo Jo, në teatrin Mixheni jo, por me aktor profesionist ka qenë për mua hera e parë. Dhe është e vërtet në lidhje me rolin që kam pas, kam një në impaktin që publiku ka pas në momente që unë kam pas me interpretuar se me nërhy aty ku dote, edhe në bazë të fjalëve ka i çdo gjë mirë, edhe kam pas fjalë pozitive. E kuptova te komentet, sepse mua më ka pëlqyer ishte më njëherë shumë e gjetur. Një rol i jot tipik shkodran, që shkodran të kanë atë pjesën e gjumit xhegut. E disi Nuk lojmë që Shkodër e lajmë se vdekunin për midhe për gjumin e xhegut. E vërtet. Për gjumin e xhegut nuk shqetësohen. Ja, absolutisht nuk bajnë kompromis. Ja, absolutisht. Dhe dy shkodran që nuk bajnë kompromis. Është e vërtet. Ginti, deri tash siç po the edhe vetë ke qenë pjesë e zhanrit të komedisë. A do të kishe dëshirë të ishe pjesë e zhanreve tjera, domethënë? A në një vetin të gatshëm për Po atëherë unë nuk mund ta them a në një vit të gatshëm për shkak se unë aktualisht kam bërë vetëm zhanre komedi. Po, dëshira për nga ana jeme për me marr pjesë në shfaqje të tjera ekziston. Sigurisht që do doja ta testoja vetin edhe në zhanre dram ose çfarë lloj zhanri tjetër përveç komedisë, sepse atë aktualisht e kam bërë. Patjetër bashkë me komedinë. Dhe mendoj se mund të jem i aftë për me bë rolin për cilën mund të më caktohet. Me impenjim njëri jo, me përgatitje të... Si fillim duhet me pas dëshirë dhe vullnet. Pastaj me punë intensive ja arrin me bosh dhe gjë. E di që profesioni jot nuk është tashmë thjesht një aktor, domethënë, dhe shkollimi jot I përket diçka tjetër. Por nuk është hera e parë që çdo lloj njeriu që vjen në botën e televizionit ka tjetër gjë si profesion, vjen edhe bën një tjetër gjë tjetër, edhe prezantohet me diçka tjetër. Më duket se ne shqiptarët jena të prirur me pas disa profesione për me mbijetu kësaj kohës apo jo. Po, vërtet, shkolla për cilën kam kryer është
totalisht krejt e kundërta e kësaj që unë kam dëshirë dhe kam bërë deri tash. Faktikisht, si që dinat e tonë, Shkodra ka talente, Shkodra është qyteti i artit, djepi kulturës, edhe ka shumë të ri e të reja si puna jeme, ose moshatarë se ma të vegjël që mund të kenë një profesion të caktuar, por dëshirën e kanë më marrë me art. Absolutisht po. Dëshirën e kanë të mallën për të marrë me art dhe absolutisht e shohim që janë edhe të kisha me thonë artistë të lidhën, sepse nga një herë shumë shpesh ne mund të bëjmë edhe shkollimin për diçka, por po nuk të erdhi pak prej vetvetes, po nuk të erdhi pak e lidhën, po nuk ishe pak artist vetvete. Duket se nuk e merr atë impaktin vetëm nga shkolla. Më thaj që parë në një bashkëbisedim tonin që ishe pjesë edhe e fjalës artistike, edhe i debutu si poezist Ernest Koliçi, të mallit Ernest Koliçi. Po, në fakt me shoqatën. Absolutisht. Me shoqatën kulturore dhe Fjobani ne kena organizu edhe gegnisht fjallë artistike. Unë personalisht kam marrë pjesë tek edicioni i parë dhe i tretë. Tek edicioni i parë unë kam pas poezi nga Ernest Koliçi, një poezi fantastike, që fatkeqësisht për momentin nuk më kujtohet titulli, por ban fjalë për një zotëni i cili është i shtresës mesme, por gjithë qyteti gëzon respekt për te, edhe ai ban çmos që më ndihmu ato që janë në vështirësi. Është një poezi shumë e bukur. Poezitë edhe qoftë tregimet e Ernest Koliçit janë pjesë janë një diçka që ata nxjerrin pa çdo lloj të mirë dhe të bukur që ka ky qytet faktikisht. Dhe ne kena fatin që ende me i përcjell qoftë vargjet, qoftë edhe tregimet e tij. Edhe mu vjen mirë që ke qenë pjesë sidomos edhe e Gegnishtes. Në këtë emision shumë shpesh flitet për poezinë, edhe jo rrallë herë edhe për tregimin, qoftë romanin edhe shumë çka tjetër. Përcjellim shumë herë shkrimtar të ndryshëm, por unë do të kisha dashur prej teje si është procesi i një aktori. Me një copës që tashmë duhet memorizu, me një copës pas memorizimit vjen aktrimi. Si është ky proces? Si kalon, sa filtra kalon brenda teje një procesi të tillë? Atëherë procesi i aktorit në momentin që merr tekstin, është leximi i tekstit në kolektiv. Për me di dhe më thonë për që bëhet fjallë. Dhe leximi i tekstit mund të marrin disa ditë, sepse nga momenti që ti e ke tekstin në dorë dhe njifesh me përmajtjen e tekstit qa ka, ti normalisht bashkë me kolegët e tjerë mundohesh me evidencu cilat janë pikat më të forta edhe cilat janë ato gjana që nuk kanë shumë peshë në publik. Dhe detyrimisht me kalimin e ditëve duke përvjetësu më tepër tekstin, duke i dhënë rëndësi aty në gjanave që kanë më tepër vlerë, të bëhet teksti joti, detyrimisht e përputhshme me kanë fjalët e tuaja. Është e vërtetë kjo. Dhe faza e dytë pastaj është vendosja në skenë. Në momentin që ti e din tekstin, ki fillu me përvjetësu, ndoshta s'po them 100%, po paktën 50% është i joti. Edhe më shumë se 50%, se kur lexoj. Minimumi 50%. E ke taksative minimumi 50%. Në atë moment mandej është faza e dytë e cila vjen në skenë. Dhe normalisht ti duhesh me përshtat tekstin që ke me lvizjet, me vendolljen, ku ke me qëndru në skenë, që kime bëhet, cilat janë gjestet. Dhe aty pastaj është faza tjetër pak më e vështirë, sepse normalisht nëse tekstin e ke përvetësu deri dikun, duhesh mandej me u koordinu me lvizjet. Dhe shpesh gjanat mund ndryshojnë nga dita në ditë. A ka qaste, sepse ti je pjesë e komedisë, edhe komedia ka edhe qaste që të vinë në momente. Absolutisht. Janë sidomos disa fraza që të vinë kështu spontane, të t'i thush spontanisht. Po nuk improvizove, nuk ke se si e bën tonën rolin. Edhe ishin në shfaqjen e fundit, kishte gjëra spontane. Absolutisht po. Tek disa prej kaste, jo vetëm tek te, po tek disa prej tyre. Kjo është e mira e aktorëve profesionistat, po këtë unë e kam vuri në krahasim me Vedin. Në momentin që diçka të bllokon ose për momentin teksti të ik,
sepse noll që mund të tiku një frazë ose një fjalë, nuk e di. Po nuk improvizove, nuk ja del mon. Nuk del prej situatës. Dhe detyrimisht të pas, më falë se të nërprejva, të pas një aktor profesionist dhe ai të improvizon, të jep ty shtys për me ecë më përpara. Kështu që është diçka shumë pozitive. Është diçka pozitive, diçka që të ndihmon, është një moment ndryshe. Midis dy profesioneve, kjo është paktën po thojmë për aktorin që është ndoshta diçka parsorë për ty, sepse shohun kam ndjekë edhe nëpër videoklipe, nëpër reklama të ndryshme. Je një djalë për show, domethënë. Faleminderit. Ti qasesh televizionit në mënyra tuaja, edhe ti ki zgjall aktorin, por e shoh që ai profesioni human mbet tek infermieri. Po, është e vërtetë. Nxorën infermierin. Unë realisht shkollën e kam kryer për infermieri, dhe është humanizmi është pjesë e njeriut, pavarësisht çfarë profesioni të ke. Po nuk ndihmove tjetrin që ka nevojë, po nuk i the një fjalë të mirë dikujt, ç'kuptim ka? Kam përshtypjen se duhet me kenë pjesë e njeriut fjalën mirëmëngjes ose si ki një o Nadia e mirë, duhet me thonë gjithkujt, e njofte se njofte. E di që ne shkodranë vujmë këte kudo që të shkojmë këtë Nadjen e mirë, me e gjetë prej dikuj ndose ne e thojmë, por a e marrim mbrapsht të gjithka tjetër. Aja pastaj diçka tjetër, po ti vetë duhesh me pas atë njësinë e mirë edhe me të i qu vetëm mirësi, me të i qu pozitivitet tjetrit. Pastaj, a kthehet, a muhabet tjetër, është mo diskutu një emision tjetër. Unë do me zbulu një gjatë tjetër, një pjesë tamën tjetër, edhe do të kalojmë fund pastaj tek një interpretimi, një monologot, pa tjetër, por dizenjimi i papione. E ti që ato djemt me papione, unë i kam pikë të dopt. Nuk po themi për kamarierët, nuk vend vetëm kamarierët papione. Absolutisht ja. Po, një fos tjetë stame, unë kam bo alle papiona. I kam su një moment kur unë isha jashtë me eksperiencë pune, dhe po ta fatin e mirë me njohë dikën që i bate papionat, edhe kishte një biznes tin konsolidum në atë vend. Mi mësoj se si bëhen, edhe mu duk një ide shumë e veçantë. Sepse unë e kuptoj, po biznes vetëm me papiona, jo me një gjatë tjetër, me një kostum që i shoshnon me një këmish, ose nuk e di, me që mund shoshnon jo, me tjetër? Jo, sepse në atë vend ku unë kam kenë papioni, nuk është se u përdorte vetëm në raste zyrtare ose kështu të veçanta të tipit martesa, fejesa. Atje kishte njerëz që e përdorshin edhe në përditshmëri, në shkollë. Kishte persona, kishte studenta që kishin një stil veçantë edhe e përdorshin. Por mos me thonë që nga njëherë kemi edhe veshje në shkollës të tillë, domethënë, uniforma, të cilët përcillen bashkë me papionin për djem. Është diçka krejt tjetër, por po kishte lidhje me uniformën. Jo, unë nisa me atë ide në fakt. Me ide që me kriju një biznes, me kriju një trend, me kriju një mark tamë. Po, një shumë çka. Mund ta them një lëvizje në rrethojza, sepse duhet shumë për me kriju një lëvizje në një vend ku gjanat janë hala pak tradicionale. Në fillim u përqafu si ide, si trend, po, u përqafu, kam pas kërkesa, kam pas persona që kanë të interesuar në lidhje me papionat, por normalisht me kalimin e viteve pastaj u zbej fije, sepse jo gjithkush mund të është ides që mund ta përdorin. Jena halon atë fazën e ides që disa gjana përdorin vetëm në rastet veçanta. Po mirë, edhe po ta marrim për rastet veçanta, ne organizojmë ramje pafund. Kena dalë prej karnavaleve, edhe shkojmë tek festa e mësuesit mas pak, edhe festa e gruas mas pak. Papioni nuk është thjesht për meshkujt, vjen edhe nga femrat shumë shpesh. Edhe ajo që vuna re unë ishte se ti kishe dizenjimi ishte shumë llojshme ngjyrash, sos kisha pa ndonjëherë me ngjyra të larmishme të papionesh. Edhe bëma shikiu ose bëma me mendje
familjen time, më thënë për gjithë muajin e kena festat veçanta ose thjesht organizime të zakonshme. Për mos më mendu më ato të jashtëzakonshme siç janë martesa e shumë tjera. Prandaj nuk duhet shoft ta zbehesh një gjatë tillë, se më duket gati je i vetmi i këtij llojit që merresh me një gjatë tillë në Shkodër. Në Shkodër po, është e vërtet, përveç atyne papionave standard bardhëzi që gjahen kudo, ose nuk është se i dizenjon dikush siç është dora jote, jo, puna jam apo kanë ata vinë fabrikum diçka tjetër. Ajo është ne po flasim për një punë dore e mirëfill dore. Por mund të them që unë atë si aktivitet e kam si nis me kam pasur për rreth godi 10 vjet. Flasim për një nisëm që do të ndryshonte edhe mentalitetin. Është pak e vështirë me ndryshu mentalitetin Shkodër Morgate. Është vështirë Morgate me ndryshu mentalitetin Shkodër. Shpirtin e artistit jo të gjithë e kuptojnë nganjëherë, por është e bukur ta kesh përreth dhe afër, sepse e zbut botën e egër dhe botën e egër ne po e kena të përçuar nga çdo kant tashmë. Ginti unë që me të pa sa më shpesh tashmë në përshfaqje. Shumë faleminderit. Debutimi jot ka qenë nuk është hera e parë që ndjek një debutim tonë, noshat kanë pa edhe nëpër klipe të ndryshme. Edhe shoh impenjimin që e ke shumë serioz. Nganjëherë impenjimet serioze kërkojnë kohën tonë të çmueshme dhe jo të gjithë janë të gatshëm me dhënë një kohë çmueshme siç ajo që ti dedikon këtij profesionit. Edhe unë do të kisha shumë dëshirë që ti të na lexosh tashmë ose edhe interpretosh një pjesë të atij monologut që ke zgjall. Edhe më thuj pse ke zgjall një monolog të tillë. Patjetër. Në fakt unë këtë monologun që kam për zgjall e kam shumë për zemër. Është një material që unë kam gjetë në internet sepse si unë edhe shumë personat e tjerë aktor në këtë fush bojnë hulumtimet e veta për me gjetë materiale sa më interesante, sa më me impact në publik. Për mu ky material është shumë i veçantë edhe që nga momenti i parë që unë e kam lexuar më kalon pa frym. Kolon po frym sepse mesazh shumë i veçantë. Absolutisht po. Materiali për vlera të cilat sot ndoshta edhe deri diku po lihen si mastore deri. Materiali ka flet për një të moshum i cili për fat keq është braktis në azinin e pleqve dhe është një moment ku ai ka ditëlinjen dhe për të më po durim që i biri ose familjarët e tij të vinë dhe ta vizitojnë. Por në atë monolog ku ai shtron një pjesë të jetës tij, pavarësisht se duket shumë e zymt, ai hala i jep shumë shpresë vedit. I jep motiv vedit edhe i thotë që okay, unë jam këtu. Deri tash mu kush nuk ka ardhur me më vizitu. Por e di si një ditë kanë më ardhur. Dhe gjatë gjithë monologut ai thotë ai flet për braktisjen e tij, por gjithmonë i jep shpresë vedit. Paske cek një nga plagët e shoqënisë shqiptare, që tash mund ka emocionu shumë si monolog. Nuk po themi po braktisjen, po janë detyruar për me jetu vetëm, po janë detyruar për me jetu nëpër azile ose nëpër shtëpi të moshumsh, të cilat ti mund t'ja plotësosh të gjitha kushtet, por kushti më i mirë që mundesh mi plotësu një të moshumi është prania faktikisht. Absolutisht. Edhe nganjëherë kjo nuk varet thjesht prej nesh, është puna, është mbijetesa ajo që detyron me marrë rrugë të kurbetit, por kur varet prej nesh, do të ishte gjëja më e bukur që do na bë. Unë mendoj se ajo kamera aty tash është në vetëm për ty edhe për interpretimin tënd. Shumë faleminderit. Atëherë, para se me fillu, normalisht unë do të shpjegoj pak a shumë se si është situata. Bëhet fjalë për një të moshuar në azil. Koha është e keqe, jo është roshi. Është rosh shumë shi. Dhe ploku del herë mas herët në dritare për me po apo i vini biri apo jam. Teksti është në italisht origjinali dhe normalisht mund të ketë emra jo shqiptar, jo emra italian, por ka rëndësi përmojtja. Po bie shi dhe është shumë vështirë. Vetëm sot. Dhe të mendosh se vetëm dje kishte i diell aq të fortë sa në riçoj gjithë dhomën. Që pra, po bjen shi dhe vazhdon.
Djali im ka qenë gjithmonë pak I pakujdesshëm dhe tani me profesionin e tij është edhe më shumë. Por unë e kuptoj. Ai është një mjek shumë I suksesshëm. Takim pas takimi, kur 1 minutë pa pagesë. Fatmirësisht ai e taku me Jolen, një vajzë shumë e mirë me cilën u martu, duke mba dhurat 2 nipa të mrekullueshëm, Jasmina dhe Elves. Jasmina, voglufshja, sapo ka mbaru shkollën e mesme. Ajo është diplomu me nota shumë të mira. Është e qartë se don me njek turmt e babs, dhe kështu vendosi të regjistrohet mjeksi. Nga ana tjetër, Elvisi është dëshpërimi e prindve. Është 15 vjeç dhe ka një pasion të madh për futbollin. Ai preferon një top dhe një fush loje para librave. Gjithmonë debaton me nënën e tij se kush do donte që ai të ishte, avokat, siç ka qef e ama, apo futbollist. Jasmin dhe Elvis, thesaret e mi, I du shumë. Është e vërtetë ajo që thonë, se gjyshrit I duan nipërit edhe më shumë se fëmijët e tyre. Jasmin dhe Elvis, çfarë emrash? Në kohën time, fëmijëve u vije emri I gjyshit nga babai dhe më pas ai I nënës. Një mënyrë për me vazhdu linjën e gjakut. Emrat ishin zakonshëm. Francesco, Filip, Giovan, por jo sot. Çdo gjë është amerikanizu. Edhe emrat. Nuk do doja që djali im t'i vinte emrin e tij I cili më pas do t'ishte edhe imi, në vend të emrit Elvis. Nuk do doja, por do m'pëlqente. Në fund fundit, Giovanni nuk është emër I keq, ashtu siç nuk është Elvis, emri I gjyshes. Eliza, emri I gjyshes, e cila u nda nga jeta shumë para kohe, duke më lënë mua vetëm për një kohë të gjatë. Mikeli është halo të njek ëndrën. Po bika prap shi, se ajo pas dite nëntori 5 vjet më parë. Ishte ditëlindja e Jasminës, 13 vjeç. Unë, duke mos ditë se çfarë t'i dhuroja, vendosa 300 euro dhe një shënim në një zarf, me fjalët: shfrytëzoje e mirë, të dua shumë, gjyshi yt. E mbylla zarfin dhe e vendosa në mesin e dhuratave të tij. Nuk I dija nëse dhurata ime u pranua me kënaqësi nga mbesa. Festa nuk ishte mbaruar ende. Mikeli, djali im, më thirri më njënë dhe më pyeti nëse doja të shkoja për një xhiro me makinë. Ai kishte nevojë të fliste me mua. Unë nuk u përgjigja, por ndoqa hapat e tij. Hym në makinë dhe heshtëm për disa minuta. Një heshtje shurdhuse që më bëri të dridhem. E sheh, babi, theu heshtjen Mikeli. Unë kam pak kohë. Edhe Jola gjithashtu ka pak kohë në dispozicion. Ti tani e ke një farmoshe dhe ke gjithmonë nevojë për më shumë vëmendje, që as unë, as Jola e as fëmijët e mi nuk mund t'ja japin. Ai vazhdoi të fliste, por nuk e dëgjova më. Mendja ime u vërsul në 1000 kujtime dhe një lot më rrokullisi në fytyrë. Por ja dola ta fsheha. Ndoshta mbesës nuk I ka pëlqyer dhurata, por më duket si në shkim shumë I tepruar, ose ndoshta edhe ka të drejtë. Unë jam një barr. Unë kam jetuar jetën time. Kam dashur, kam urryer, jam kënaqur, e tani është e drejtë që ata të jetojnë jetën e tyre. Ai vazhdoi të fliste, me zërin që dridhej, por me qëllime të forta. Pa pritur, makina ndalon. Një vile madhe, mikpritse.
Hyrja duke si një nga ato hotelet shumë katëshe me 4 yje. Këtu do të kaloni një kohë të mirë. Ju keni gjithçka që ju nevojitet. Thjesht kërkoni dhe do t'ju shërbehet. Do të keni trajtim të veçantë sepse nuk kemi kursyer as edhe një shpenzim. Ti e di që ne të duam dhe ne duam që ti jesh i lumtur. E të kësa flifte, nga kapaku i makinës zbritën 2 valigje, jo shumë të mëdha. Këtu është gjithçka që ju nevojitet. Vetë Jola i paketoi valigjet. Ju lutem, mbani gjithmonë të ndezur telefonin. Fëmijët ju dërgojnë shumë përshëndetje dhe premtoj që ata do të vinë t'ju vizitojnë së shpejti. Ai iku pa më përçafu. As edhe një përshëndetje. I la valigjet në dysheme, u kthy pa pritur që të mos ta shija të çante, por gjithsesi u nevura re. Ai hipi në makinë dhe u largua me shpejtësi. Qëndrova aty duke parë makinën derisa u zhduk plotësisht. Për fat të mirë, ekzistojnë celularët, kështu që her pas here jam unë ai që i telefonoj. Por ai është gjithmonë i dhënën. So nuk mundet më dëgjoj gjithmonë thirrjet e mia. Dhe celulari shpesh bie bosh. Nipat e mi nuk e bojnë kurr. Domethënë nuk më telefonojnë asnjëherë. Edhe kanë të drejtë. Thirrja e telefonatave mund të ketë kosto dhe nuk është e drejtë që të përkeçësohet situata ekonomike e dy të rinjve. Me atë lek, nga telefonatat e kursyera, ata mund të shkojnë dhe të hanë pica me misht, ose mund dalin xhiro me skuter. Para disa mëngjeseve mora në telefon Jolën. Nusën time, i shpreha dëshirën për të shkuar në Varreza për të parë Elizën. E pyeta nëse do të më shoqëronte. Fatkeqësisht nuk kam makinë, më tha. Dhe Varrezat janë larg e nuk munden me shku në kam. Kështu që me një justifikim më tha po gjej një taksi. Po ta paguaj edhe mundesh me shku. Por jo, nuk pranova. Taksin mund ta paguaj edhe vetë. Edhe djali nuk duket akoma. Ndoshta është i dhënë. Ose do jetë këtu së shpejti. Sa i më ka premtu. Fantastike. Dallohen emocionet tuaja. Absolutisht është një pjesë që të prek realisht. Absolutisht po. Edhe unë e kuptoj që më duket se e ke gjetë një gjë që na përshtatet shumë mirë kësaj kohe ku jena sot. Absolutisht po. Teksi normalisht vazhdon sepse përjetimet e plakut janë shumë më të shumta. Dhe shpresa që koha normalisht është e vetmja që e mon gjallë dhe i jep forcë për me jetu. Mendova me lexu kaq për momentin sepse duke një temë që është e prekshme, është reale, është e kohës sonë. Është e mira me të i qu disa mesazhe, domethënë jo vetëm me jetu jetën të tashmen, me po vetëm interesat vetjak. Duhet me po edhe ke kena për rreth, ke kena offer. Sepse nesër mas nesër ka marrë një ditë që mund të kena nevojë shumë për ta, edhe nuk kena me gjetë. Unë nuk do me thënë ma shumë mas të në fjallë. Më pëlqenë mesazhet, më pëlqenë mënyra se si po mbyllet ky emision i Ben Shkodrës. Uroj që të kena njerëz që cilët sjellin të tilla mesazhe. Uroj që individualizmin mos ta kthejmë në një ves, por le të mbetet diku atje, jashtë dyrave të shtëpiave tona. Sepse janë shumë shtrajt ata që kena përreth nesh, janë shumë shtrajt ata që e krijojnë familjen tonë dhe ne e përçum përpara. Janë shumë shtrajt sepse nuk ka gjë më të bukur se të kesh një gjysh në shtëpi. Nuk ka gjë më të bukur se fjalët e tij, se zhurmat e tij ose të saj të ndjehen, edhe hapat e tyne janë vazhdimësia.
Uroj për secilin për ju një fundjavë të këndshme. Genti, faleminderit. Faleminderit për ftesën edhe herë. Kisjall një gjallë që më ka rënë qeth. E di që edhe për dëgjuesit edhe televizionistët e Radio Shkodrës, ka më kanë jo pak. Ka me ka një rënqethje e tillë, patjetër. Unë të uroj sukses dhe të uroj që ti debutosh në shfaqjet e tjera. Dhe uroj shumë shpesh të ti shpisë e brendshme të teatrit me Gjeni. Faleminderit. Për kushtimi dhe dashunia që ke ka shi profesionit, mendoj se janë të mjaftueshme që ti me ka një njeri shumë i suksesshëm nesër. Absolutisht, në momentin që unë do të shoh që ka casting, që ka audicione të hapuna si nga ana e teatrit apo edhe nga projekte tjera që mund të vinë teatr ose në kinema o nuk e di në çfarë do lloj vendit, normalisht do interesohem dhe do bëj mos që me kanë pjesë tyne. Normalisht i bëj thirrje edhe gjithë trinjve ti shfrytëzojnë, nëse kanë pasion në aktrimin, nëse kanë pasion në artin, ti shfrytëzojnë deri në maksimum opsionet edhe mundësi që krijohen edhe që i vinë. Të dashur miq, së bashku mirëpafshim shihemi shtunën tjetër.